Unë mendoj që nuk ka diskriminim te barazia gjinore në punë. Bilion e mendoj që ka diskriminim pozitiv për gjinin femërore. Për shembull te kriteret në konkurset e punës të FSK-ja dhe të Policia e Kosovës, gjinia femërore domethënë jepet kriteret më të ulta janë për gjinin femërore. Gjithashtu edhe te përshimi i Leonis, ligji i punës e parashëm nenin 49, domethënë është e specifikuar për një vit, domethënë çdo sen është rregulluar për rreth pagës, ku 6 muaj ditë është e parapame që mu pagu 70% e pagës. 3 muaj ditë tjera gjithashtu është prej shtetit. Edhe domethënë në besoj që këtu nuk ka kërfar diskriminimi gjinor. Po sa zbatohen këto, sepse këto po flasim për diskriminimin gjinor. Jo sa i përket ligjit, sepse ne ligjin e keme, por sa zbatohet ligji nga punëdhënësit në biznese të ndryshme, atëherë këtu po flasim, pastaj do kalojmë në temën te diskriminimi gjinor. Në sektorin publik besoj që zbatohet 100%, ndërsa në sektorin privat kemi disa probleme. Unë që të thash 80% të femrave sot, jo të femrave, për në përgjithësi kështu janë punësum në sektoret private. Tash sektori privat është fuqia punëtore në Kosovë. Patjetër. Po, nuk është që nuk respektohen edhe në sektorin privat. Pastaj femra duhet ta kuptojnë që përmes edhe qoftë